أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما أنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم جل جلاله أفلندرويم për pejgamberin alayhi salatu wassalam salavat e dërgojmë, për shokët e tij të ndershëm, për familjen e tij besnike dhe për gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lutim Allahun xhalla xjalaluhu që adhurimet tona Allahu kabul na i bën, shpërblimin e tij të na e shumë fishon dhe xhenetin e tij në ditën e gjykimit na i dhuron. Allahun xhalla xjalaluhu e falenderojmë për të mirat dhe begatit e tij, e sidomos në këtë ditë të këtij muaji të bekat, këtij muaji të bereqetshëm, që besimtarët musliman mundohen përmes adhurimeve të tyre dhe përmes durimit të tyre që e kanë për hir të Allahut xhalla xjalaluhu të e fitojnë shpërblimin e tij. Në ligjëratat të cilat i kemi përcjell ditëve të kaluara, ka dashur Allahu xhalla xjalaluhu që t'i mësojmë disa dispozita dhe disa veçori të cilat i ka ky muaj i begat. Prandaj ndërta kemi shpjeguar se në këtë muaj të begatshëm Allahu xhalla xjalaluhu e ka zbrit fjalën e tij, do thotë e ka zbrit Kur'anin. Njëashtu kemi thënë se Allahu xhalla xjalaluhu në natën e parë të këtij muaji për lehtësimin e besimtarëve duke e lëshuar mëshirën e tij, i ka mbyll dyert e xhehenemit, i ka hapur dyert e xhennetit dhe i ka prangos gjajt. Njëashtu në ligjëratën e djeshme shpjegum se Allahu xhalla xjalaluhu e ka bën që në këtë muaj të ndodhin disa raste, disa ndodhi. E njëra ndër to ishte edhe lufta e parë e muslimanëve që u ballafaquan me mushrikët, ishte lufta e Bedrit. Njëashtu, vëllezër të dashur, në këtë muaj begat Allahu xhalla xjalaluhu e ka bën që të çlirohet Mekkeja, do të thotë e bekuar, vendlindja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ndër veçoritë do të thotë të këtij muaji është edhe çlirimi i Mekës. Prandaj do të shohim sot se si ka ndodhur dhe çish ka ardhur deri te fillimi i kësaj lufte. Prandaj para se të fillojmë do të thotë të ja bëjmë me dije se kjo ka ndodhur në Ramazan. Do të thotë në vitin e 8 Hijri. Dhe çlirimi i Mekës ka ndodhur me 20 Ramazan. Do të thotë apo themi sipas vitit diellor në vitin 622. Kështu që kjo ndodhi me një rast që muslimanat dhe mushrikët e Mekës kurejshitët e kishin pasbon një marrëveshje që i thojnë marrëveshja e paqes, marrëveshja e Hudejbijës. Kështu që i kishin në këtë marrëveshje i kishin bën disa kritere, disa kushte, do të thotë që përfillen këta kushte dhe qenë më të lirë muslimanat nga luftrat të cilat i kishin kapluar, do të thotë me armiqt e Mekës, me kurejshitët, me mushrikët e Mekës. Prandaj njëra prej kushteve të Hudejbijës ishte që pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte pas nis atë vit për me shku në Kabe me bë umre. Dhe kur morin vesh kurejshit, atëherë i dalin në prit pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i aqojnë disa njerëz që t'i thojnë se ti këtë vit nuk ke mundësi me hinë në Mekke. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam atëherë e shfrytëzon rastin dhe ju thot atyre, unë s'ka problem, kthejna mrapa në Medinë, mirë po, ta bëjmë një marrëveshje që ta dim se kur kemi drejta me ardh me bë umre. Prandaj njëra ndër këto kushtet e kësaj marrëveshje ishte që pejgamberi alayhi salatu wassalam vitin do të thotë një vit më herët do të thotë të kthehet në Medinë dhe mos të banë umre në Kabën e bekuar. Prandaj në afat
që kishin thonë vitin e ardhshëm ka mundësi me bo umre, mirë po qëndrimi i juaj i muslimanëve do thotë mundet me qenë vetëm 3 ditë në Mekke. Njëna prej kushteve ishte kjo dhe mos me pas armë të randa, por vetëm se shpatët me i pas në kalëf. Prandaj, njëna prej kushteve ishte kjo. Kushti i dytë ishte ndërprerja e armiqësive mes vete dhe mes muslimanëve, do më thonë mes kureshitëve, për 10 vitet e ardhshme. Do të thotë mos marrëveshjet, luftat mund ndërprej me pas një armë pushim për 10 vjet mes muslimanëve dhe mushrikëve. Dhe e treta është se çdo fis që dëshiron të e pranoj islamin, fiset që ishin në Mekke, që dëshirojnë të e pranojnë islamin dhe të shkojnë në Medinë, atëherë nuk kanë drejta me lishu Mekkën pa u konsultu me krerët e kureshitëve. Njëni prej kushteve ishte ky. Kushti i 4 ishte se të gjithë muslimanët të cilët dojnë me lëshu Medinën dhe me shku, me braktis islamin, nuk ka pa qëtër me pyet Muhammedin a.s. por vetëm se i mbledhin plaçkët dhe nisën shkojnë në Qabe. Do të thotë ishin disa kushte të randa, nuk ishin kushte të lehta. Mirë po sahabët të cilët ishin me pejgamberin a.s. shumica e tyre nuk pajtoheshin me këto kushte. Mirë po pejgamberi a.s. duke e ditë të thotë vetveten dhe duke e ditë ardhmërinë të cilën Allahu xhalla xhelaluhu i ja kishte pasqyru, ai po i pranon kushtet e kureshitëve. Edhe pse do të thotë krerët e muslimanëve, sikur që ishte Ebu Bekri dhe Umeri, Alia, Uthmani dhe të tjerë, do të thotë nuk ishin në pajtim me këto kushte, nga se mendonin se po damtohen muslimanët. Prandaj këto kushte kryesore ishin të Hudejbijës. Dhe pejgamberi a.s. e pranon këtë marrëveshje të paqes dhe kthehet në Medinë. Mirë po, pas një viti do të thotë ndodhi mosmarrëveshje mes dy fisëve në Mekke. Kjo marrëveshje, do thotë, kjo mosmarrëveshje e cila ishte mes dy fisëve, njëna e cila e kishte pranuar islamin, do thotë ishte fisi Huza. Një fis që kishte pranuar islamin ishte nga fisi Huza, kurse fisi tjetër që ishin nga mushrikin ishte fisi Benu Bekr. Dhe këto qysh kur ka qenë më herët para islamit kishin mosmarrëveshje mes vete. Do thotë ishin bela një fis me tjetrin. Dhe do thotë brenda kësaj marrëveshje që i kishte bën pejgamberi a.s. me mushrikët, ndodh një rast, fillon një bela mes dy këtyre fisëve. Do thotë ai krijetari që ishte apo emiri i fisit, do thotë Benu Bekr, që kishte emrin Nufail bin Ma'wi ad-Dahili, në muajin Shaban të vitit të 8 i organizon njerëzit e vet me e sulmu fisin Huza, duke mos e ditë kurkush. Do më thonë në sekret e ka bon, i ka organizuar ushtarët e vet por me shku me sulmu fisin Huza. Një natë kur ato shkonin me mush ujë të një burim, një pus i cili kishte emrin Al-Wetr, do thotë ishte në shpatin e Mekës. Dhe e kishin rujt ato këtë natë, kur shkojnë, ato me mbush ujin t'i sulmojnë. Dhe kështu i sulmojnë dhe i mbysin disa burra të fisit Huza. Do thotë kjo përleshje ishte shkaku i prishjes së marrëveshjes. Ishte shkaku i prishjes së marrëveshjes. Çka ndodh pas kësaj belaje? Do thotë pas kësaj belaje, fisi Huza do thotë e morin në rrugën dhe shkojnë te pejgamberi a.s. në Medinë, për çka? Për me lajmëru se fisi Benu Bekr e ka thirrë marrëveshjen e Hudejbijës. Dhe pejgamberi a.s. kur i dëgjon lajmin e tyre, atëherë ju thot atyre, kthenu ju në Mekke, nga se do të thot duhet me u marrë vesh me fisin Benu Bekr. Thot me siguri edhe ato do të vinë dhe do të na e
spjegojnë, do të na lajmërojnë, do të thotë lajmin e tyre. Kështu që duke u kthi burrat e do të thotë fisit Huza në rrugë takohen me fisin Benu Bekr, me ato armiqt e vet. Dhe njëri prej tyre i pyet, thotë, a mos ishit e Muhamedi? Edhe ato ju thonë jo. Ka që kishin bisedën me zveti dhe kalojnë njëri me tjetrin. Mirë, po këto fisi Benu Bekr nuk ju besuan fjalëve të tyre. Dhe duke ecër rrugës e gjetën vendin ku kishin pushu këto me devet e vetat të cilët i kishin. Dhe njëri prej tyre thot për më vërtetua kanë qenë këto te Muhamedi alayhi salatu wassalam, thot duhet mi pa mbeturinat ose me thonë baglat e deveve, se nëse ato kanë ngranë bërthama, do thot ato kucit që i kanë lënë të hurmave, thot nëse gjojnë bërthama të hurmave të Medinës, thot në baglat e deveve, atëherë thot me siguri këto kanë qenë atje. Dhe kështu veprojnë dhe do thot e shpalosin se ato kishin qenë te Muhamedi alayhi salatu wasalam me ju anku. Kështu që kthehen këto dhe nisën për në Medinë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i dëgjon se po vin Benu Bekr, fisi Benu Bekr, ju thot sahabave, thot mos i pritni asnjani me ishti mrena. Dhe ato kur mrinë në Medinë pyesin se për shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur afrohen te shtëpia e pejgamberit alayhi salatu wasalam, do thot ju del përpara Omeri radiallahu anhu. Dhe ju thot kush jeni? Ato i tregojnë se jemi nga fisi Benu Bekr. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot nuk ju del juve përpara. Dhe kështu ndodh, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ju del përpara. Ato ju thonë, insistojnë që ta takojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam, mirë po pejgamberi alayhi salam prap vendos që mos bisedoje me ta. Dhe ato shkojnë te Ebu Bekri me ju anku, me ndërmjetësu Ebu Bekri që ta takojnë Muhammedin alayhi salatu wasalam, një ashtu edhe Ebu Bekri i përzen, një ashtu edhe Alija, edhe Uthmani, edhe Umeri, dhe nuk bisedojnë me to, që do të thotë se do të thotë që e keni thy marrëveshjen të cilën e kemi pas, thot, mes kureshitëve dhe muslimanëve. Kjo ishte ngjarja që ishte prish marrëveshja e Hudejbijës. Pejgamberi alayhi salatu wassalam do të thotë kishte për të shkuar në Mekë. Dhe pa i lajmëru kureshitët, do të thotë pa ju tregu atinve, organizohet dhe me sahabët organizohet dhe e pregadit një ushtri me 10.000 ushtarë. Do të thotë pejgamberi alayhis salam mbrenda këtine viteve ishte forcu shumë, kishte formu shtetin, kishte formu delegacione të shumta, kishte formu, do të thotë ushtri, kishte bën armë të shumta, dhe kështu do të thotë pejgamberi alayhis salatu wassalam ishte forcu edhe në aspekt, do të thotë ushtarak, po edhe në aspekt të njerëzimit, do të thotë të miletit të cilën kishte, delegacionave dhe shumë gjanave, dhe shkonte për që dal për balë kuj mushrikëve të Mekës. Kështu që pejgamberi alayhis salatu wassalam para se mu unis prej Medinës, njëri prej sahabëve të shokëve pejgamberit alayhis salatu wassalam, që e kishte emrin Hatib ibn Beltah. Ky njeri para se me ardhur në Medinë, kur e kishte pas pranu islamin, në Mekë i kishin mbet fëmijët, gruaja, kushërit dhe gjithë familja atje, vetëm ki kishte ardhur. Në Medinë e kishte pranu islamin. Dhe ki e kishte kuptu se pejgamberi alayhis salatu wassalam po shkon për çka? Me e çliru Mekën. Dhe çka ban ki? E merr dhe e shkruan një letër. Dhe i lajmëron mushrikët, i lajmëron kurejshitët se pejgamberi alayhis salatu wassalam është duke ardhur me e pushtu Mekën. E shkruan atë letën edhe ja jep një gruas. Ajo grua e merr letrën dhe e fsheh në kucilin e flokëve. Dhe del prej Medinës para se munis ushtria. Pejgamberi alayhis salatu wassalam para se munis, do thot duke e përgatit ushtrinë, i vjen Xhibrili alayhis salam dhe e lajmëron, i thot pejgamberit alayhis salam se
ki burri Hatib ibn Balta'a don me lajmëru mushrikët kurejshitët se je duke shku për me çliru Mekken. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i përgatit 3 sahabe, do të thotë, dhe i nis për me shku me zon atë grujen të cilën ishin duke e çu ato për Mekke për me deve. Dhe ju tregon se kjo gruje keni mundësi me e gjetë në një kopsht i cili ishte me pjeshka. Kopshti me pjeshka, thot në atë kopsht do ta gjoni këtë grujen, ajo është duke pushu aty. Dhe shkojnë këto e gjejnë, e zajnë dhe ja lipin letrën. Ajo në fillim nuk pranon, thot se nuk kam letrën, do thot mirë po, këto insistojnë dhe i thojnë mos kapim ne me ta gjetë, po që në letrën në jep edhe ja e lirë tani. Edhe kështu kur e shef ajo insistimin e tyre, ja dorëzon letrën. Dhe këta e morin letrën dhe e morin atë gruën me ato njerëzit e i kthejnë në Medinë dhe ja çojnë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e merr letrën dhe e thirr kët personin i cili e kishte emrin Hatib ibn Balta'a. Thot ja Hatib, thot çka të ka shti ti me shkruaj këtë letrën me lajmëru kurejshitët? Thot ja Rasulullah, ti e din se unë e kam pranuar Islamin, ti e din se unë do të kam pranuar ti si pejgamber. Po thot kur më kujtu familja dhe fëmijët e mi, thot kur më kujtu në kushërit dhe pasuria jeme, thot e dishna se nëse fillon lufta keni mi mbyt krejt. Thot e pata, thot për çata që ato thot të largohen ose thot mbrohen diqish nga ushtarët, se e di se ti je nisëm një ushtar me ushtri shumë të madhe. Prandaj Omeri rrinte afër dhe i tha pejgamberit alayhis salam, ja Rasulullah, tham ma jep lejen që gjakus kokën këtij munafiku. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha, ja Omer, Hatibi ka qenë ushtar në Bedër dhe Allahu ma ka ndalu me mbyt ato të cilat kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Edhe Omeri radiallahu anhu filloi, do të thonë, me qajt dhe i tha pejgamberit alayhis salatu wassalam, tha me të vërtet Allahu dhe pejgamberi e din që unë atë nuk e di. Prandaj pejgamberi alayhis salam ja boni me dije se Hatibi ka qenë i sinqert, nuk ka dash diçka me bën zullum. Mirë po, do thot këtë spionazh të cilën ka dash me e bën ki, e ka bën nga dhimbta e fëmijëve vet. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ja u bën me dije me këtë gjest gjithë spionave të cilët kanë dash diçka me bën, se nuk keni mundësi me lajmëru kurejshitët se më ka siguru Allahu Jalla Jalaluhu në këtë pjesë. Prandaj, kështu që Allahu Jalla Jalaluhu përmes kësaj rasti, përmes këtij rasti, çka bën e përgatit pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe nisën ato për në Mekë. Kështu që ky rast do të thotë duke shku muslimanët për në Mekë, me siguri se rrugë e gjatë dhe është dashur mu ndal në për vende me pushu. Në një vend të cilën pejgamberi alayhis salatu wassalam i kishte urdhnu ushtrien me undal me pushu aty dhe me i prej disa kurbona që me ngron mish, pejgamberi alayhis salatu wassalam thot kur të mrim në këtë vend këtu, thot çdo kush prej juve ta morë një dru edhe ta dheze me flak. Do të thot ishin 10.000 veta. Dhe kështu që kur të kallët në atë natë, kur ishin kallë të gjitha ato kandila, ato zjarre, Ebu Sufjani do të thot ishte me një lugin që kishte emrin Gjuhve. Edhe i shef të zjarre. Ebu Sufjani ishte ai i cili e kishte udhëheq luftën e Bedrit. Ki ishte nga kurejshitët. Dhe çka ban? Kur i shef të zjarre mahnitët, thot a ka mundësi të zjarre me qenë nga fisi Huza? Se ai ka mendu se fisi Huza, të cilët kanë shku në Mekë, janë duke u kthi, që kanë shku në Medinë janë duke u kthi për në Mekë. Dhe thot nuk ka mundësi se do të thot janë shumë vete, janë shumë burra, është ushtri shumë e madhe. Dhe që ka ban, e merr një kushërinin e tij, i cili kishte pas pranu islamin në Mekë. Dhe i thot ati, thot,
thot, a më siguron ti nëse unë vi me ti, thot, me shku te ajo ushtria, se ndoshta është ushtria e Muhamedit a.s. Dhe thot, ka mundësi me mbyt. Mirë po thot, po du me shku, thot, me i pa a janë këto, a nuk janë. A i thot, po, muj me të siguron. Dhe e merë e hip me një kali të bardh, bile thuhet në historitë se ajo ishte një pelë, dhe e morin rrugën për me vazhdu me mrinë në vendin Gjuhfe. Kur arrin ati, do thot, sahabët e njohin këtë, do thot, Ebu Sufjan. Dhe i vërsunë, ndojnë me mbyt. Sa ai ishte armiku i cili kishte përzon edhe pejgamberin a.s. prej Mekës. Dhe kur merr vesh pejgamberi a.s. se ka ardhur Ebu Sufjani, thot ma sillni këtu. Dhe e çon kushërin i vet, do thot, te pejgamberi a.s. dhe pejgamberi a.s. e ka për gjoksi. Thot ja Ebu Sufjan, thot, a sot, thot, kur e ki pa vetën të dopt, thot, donë me ardhë dhe me u dorëzu, thot, para Allahut dhe para të dërguarit të Allahut, edhe ki, thot, ja Rasulullah, i thot pejgamberit, do thot, çfarë herë e thot fjalën e tij që e pranon se pejgamberi është i dërguar i Zotit. Thot, ja Rasulullah, thot, më lejo të shkoj deri në Mekke dhe t'i lajmëroj Kurejshitët, se mos tendoni diçka me bon se është të ardhur Muhamedi me një ushtri shumë të madhe. Do thot, mos si dilni ballë, se nuk keni mundësi me i përballu luftës. Thot, do të kthehem te ti prap. Thot, po me një kusht, thot, nëse më amneston, me më dhon amnesti, që do mos të mbysin, thot, ushtria jote. Dhe pejgamberi a.s. e lejon dhe shkon ai deri në Kurejshitët, i lajmëron se po vjen pejgamberi a.s. me 10.000 ushtarë. Kështu që kthehet prapë te pejgamberi a.s. dhe e pranon Islamin e Ebu Sufjanit. E pranon Islamin dhe pejgamberi a.s. i thot se pse prej kësaj dite, thot, shpata jote nuk do ta mbyse më asnjë njeri Ebu Sufjanit. Do të thot që ka bu me dije se ne po him në Mekke, por nuk e kemi një jetë me mbyt dikan. Kështu që Ebu Sufjani i bashkangjitet ushtrisë muslimane. Prandaj pejgamberi a.s. e vazhdon rrugën e tij deri në Lugin ku e ka emrin Merri Dhahran. Do thot aty i zën namazi i jacis, falën dhe pushojnë deri në ditën e nesërme për Tunis për në Mekë. Kështu që në ditën e 20, do thot, të muajit të Ramazan, pejgamberi a.s. hinë në Mekë dhe duke mos e sulmu as një njeri. Hinë ushtarët e Muhamedit a.s. e pushtuin Mekën, e morin Mekën, do thot edhe nuk e mbysin as kënd. Si do të rrjedhet pas kësaj, do ta shohim nesër inshallah. Allah e shkruaj përdorimin e fulu qavli hadha wastaghfirullaha li wa lakum inna Allaha ghafurun.